Por Arbana Osmani, ke një koment tjetër, ose ke marrë një mesazh nga Arbana? Pas asaj që the? E kam ndjekur programin e Arbana në mënyrë të tërthor, po, që nuk ka më njerëz që shajnë Top Channel në programin e Arbanës dhe besoj ka bërë mirë. Sepse e thash dhe një shtëpie ku është lindur, ku është rritur, ku është bërë profesioniste, ku është pasuruar, ka krijuar familjen. Dgjoj, unë nuk kam marrëdhënie financiare me Top Channel. Unë shkoj në mënyrë vullnetare një herë në javë. Madje edhe taksin e paguaj vetë, nuk marr nga ato taksit falës së Topit. Shkoj për pasion, shkoj se dua të më shkojnë prindit e mi në televizion që shfaqem, dhe unë bëj 2 puna të tjera, sigurimet shoqërore paguaj nga punat e tjera, por aman është televizioni që më hapi derën dhe kemi ca lloj detyrimesh, apo jo? Është njësoj si ti nesër të dëgjosh një intervistë që Bledi shan Klodin. Çfarë do mendosh kur ti je treguar korrekte me mua? Më ka hapur derën. Skandaloze është, po këto gjëra na ndodhin. Më fal, 2 pyetje. Çfarë do ishte Arbana pa Topin dhe çfarë do ishte Topi pa Arbanën? Kush do ishte ende në këmbë gjallë dhe funksional? Topi apo Arbana? Patjetër. Arbana mund të ishte një nëndrejtore shkolle në Bulqiz, nuk e di nga është, por Topi do vazhdonte. Çfarë do të gjente Topin pa Bledin dhe pa Frecakon? Bledi do ishte një burgaxhi te burgu i ri i Fierit. Apo jo. Kështu që s'ka pse na vjen turp nga se në fund të ditës mirënjohja është fisnikëri. Unë me shumë njerëz në Top Channel kam marrëdhënie korekte, me disa s'kam marrëdhënie fare, disa më urrejnë, disa më duan, dhe unë qofse do kisha kaq dashuri të madhe, unë do isha në programet më të ndjekura të Top Channel, po kam gjetur një qoshtë modeste të rehatshme. Po kjo do të thotë që unë të filloj sulmen nga Top Channel.